se shpata Omerit që fortesa dhe mburoje që nga koha që hyni Omeri radiallahu në këtë fe dhe deri në fund që dha jetën e pa të përshkruar dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam duke thënë që Omer ti me të vërtetë do të jesh fortesa më e pamposhtur e Islamit. Shkoi dyret në Kabe. Dhe me zërin më të fuqishëm që i kishte dhënë Zoti Gjelle Gjelaluhu thirrri dhe tha: O ju pari e Kurejshve, unë jam Omeri ibn Khattabi. Pranova fenë e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Kush ketë guxim thotë dhe trimni prej jush, dalë dhe ndeshet me mua. Kur e nigjuan përbinçat e Kurejshve dhe të Mekës, zonin e Omerit radiallahu anhu të merru. Dhe aq shumë i kaploi mlefi sa që nuk ishin që me bë më dhe as nuk guxonin më që të shkonin në Kabe se kishin kuvendin Kabe në atë kohë të Amerikë, pasi i Omeri radiallahu anhu pranoi Islamin. Dhe e fundit fare që i sfidoi vetëm me fjalë pa ngret shpatë, të gjithë muhaxhirët që ikën emigruan nga Mekka me urdhër të Resulullah sallallahu alaihi wasallam ikën në mënyrë të fshehtë, tinzazi, sepse Mekkasit do i ndiqshin dhe do i persekutonin. Vetëm Omer ibn Khattabi radiallahu anhu u vesh dhe ormatos, shkoi në Mekë, në Kabe, dhe tha me zonin më të lartë: O ju Kurejsh, kush don prej jush që mos ta shofi më nana me sy, dali dhe përballohet me mu, se unë po iki nga Mekë, thot, për Medinë. Kush dëshiron prej jush që gruaja e tij ngeli e ve, të dali dhe të përballohet me mu. Dhe kush dëshiron prej jush që fëmijët e tij ngelin jetim, dali dhe të përballohet me mu. Nuk guxoi askush, jo mo t'i diltën rruga me Ibn Khattabit radiallahu anhu, por edhe ta sfidonte sikur edhe me një fjalë.